realisht është për keqardhje mënyra qysh Ministria e Drejtësisë ka bërë reagimin. Unë personalisht ndjej keqardhje për këtë mënyrë të reagimit, sepse komisioni ka qenë kompetent dhe besoj që e ka bërë punën ashtu siç duhet. Çështja e ankesave është çështje që ekziston gjithmonë. Njerëzit që i nënshtrojnë provimit dhe nuk e kalojnë atë, gjithmonë mendojnë që kanë pas drejt dhe po kjo çështje nuk është çështje e vlerësimit tyre, sepse është komisioni që e vlerëson. Nëse megjithatë unë mendoj që komisioni ka përdorur kriteret njëjta për të gjithë dhe kjo është ajo që e bën kompetent. Do të thotë nuk ka diçka që dikujt ju ka bërë pa drejt në kuptimin e meritokracisë. Secili prej tyre është trajtuar në mënyrë të barabartë. Çështja e ankesave është gjithmonë evidente, sepse ata që skalojnë gjithmonë kanë mundësi me pas ankesa dhe me pas pakënaqësi, po kjo nuk duhet me qenë arsye që Ministria e Drejtësisë as mos me mbajt provimin, po edhe me reagu në mënyrë tillë, sepse nuk janë ankesat bazë për me mbajt ose mos me mbajt provimin. Qofse komisioni dikush e vlerëson që nuk ka kompetent, atëherë duhet të shkarkohet, po jo dilet me reagimin. Qofse është do të denjë që atë fazë që nuk jemi kompetent, duhet merren mosa, jo të bëhet reagime përmes televizionit. Sepse ne nuk e kemi marrë një shqetësim tillë si komision. Ne kemi marrë shqetësim që ka pasur numër të vogël të kalueshmërisë. Në mënyrë jo zyrtare normal, sepse jo zyrtare nuk ka qenë asnjëherë kjo, po jo për çështje.